Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armend Zemaj, ka goditur me grusht një qytetar në sheshin e Prishtinës. Zemaj ishte duke dhënë një intervistë për një media vendore në momentin kur ka ndodhur incidenti. Përmes një postimi në rrjetet sociale, vetë Zemaj pretendon se është ofenduar dhe provokuar nga qytetari. Ndërkohë, policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje. Sot, gjatë një interviste publike, ndodhi një situatë e pakëndshme për të cilën ndjej keqardhje të sinqertë. Një qytetar nuk e di a ishte e rastit apo me qëllim të caktuar, këtë do e vërtetojmë policia, më ofendoi dhe më provokoi verbalisht me fjalë të papranueshme para medias dhe gazetarit që ishim në intervistë. Në atë moment reagova në mënyrë të vetë mbrojtjes në afekt, gjë e cila nuk përfaqëson as bindjet e mia personale, as parimet që unë përfaqësoj si deputet dhe si antar i LDK-s. Në këto raste sulmi dhe fyerjes të ulta sigurisht do duhet të ruajë qetësinë dhe dinjitetin në çdo rrethan dhe pavarësisht provokimit, i cili nuk më ka ndodhur kurrë gjatë karrierës sime. Dhuna në çfarëdo forme nuk është përgjigje e drejtë. Për këtë veprim shpreh keqardhje dhe kërkoj falje publike. Kam respekt të plot për çdo person, për çdo mendim dhe çdo kritik, pavarësisht se sa e ashpër mund të jetë ajo. E imja është të mos reagoj me emocione, andaj duhet të më shërbesi mësim për të qenë më i durueshëm dhe më i përmbajtur në çdo situatë. Faleminderit të gjithëve për mirë kuptimin. Sa kaq, deputeti i LDK-s Arben Gashi ka dalë në krah bashkëpartiakut të tij Armend Zemajt, i cili sot e grushtoi një qytetar në shesh. Dhuna, qoftë verbale apo në çfarëdo forme tjetër ndaj përfaqësuesve institucional, duhet të marrë emërtimin e merituar, sepse nuk është vetëm ndaj individit, por ndaj vetë funksionit publik që ai përfaqëson. Në një shoqëri demokratike, kritika është e domosdoshme dhe e shëndetshme, por dhuna nuk ka vend. Armend Zemaj qëndroni pa lëkundur, ka shkruar Gashi. Vetë Zemaj sa kaq kërkoi falje duke thënë se ka vepruar në afekt të vetëmbrojtjes.